Ishte larë në gjak, nis të pastronte një shtëpi, por ngatroi adresën, ekzekutohet në sy të bashkëshortit nëna e 4 fëmijëve. Një 32 vjeçare nga Guatemala, nëna e 4 fëmijëve, u qellua për vdekje në mënyrë tragjike pasi mori adresën e gabuar në shtëpinë që do të pastronte me bashkëshortin e saj në Indiana të Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Incidenti tragjik ndodhi pak para orës 7 mëngjesit mërkurës, kur Maria Florinda Rios Perez dhe bashkëshorti i saj, Mauricio Vela Cruz, mbërritën në një shtëpi në qytetin Wheatstone, tek e cila ishin të punësuar për ta pastruar. Para se të mbërrinin në shtëpi, çifti e kontrolloi 2 herë adresën dhe udhëtoi me makinë në përlagje për t'u siguruar që ishin në vendin e duhur, raportuan mediat lokale, por ndërsa po përpiqeshin të fusnin çelsat që u ishin dhënë në derë dhe 32 vjeçaria ja mori çelsin nga duart burrit të saj, u dëgjua një shtën dhe gruaja ra në tokë, e mbuluar në gjak. Ajo as nuk e kishte futur çelsin kur u dëgjua e shtëna, e pash gruan time të bënte 2 hapa prapa dhe pastaj çelsat ran. Pastaj ajo ra dhe unë shkova ta kapja, po përpiqesha ta ngushëlloja dhe t'i thoja se gjithçka do t'ishte në rregull, por mund ta shija gjakun që rrithte, përshkroi burri i saj. Në të njëjtën kohë bë një telefonat në 911, veprimi menjëhershëm në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, për një grabitje në shtëpinë ku ndodhej çifti. Policia ka hedhur poshtë çdo sugjerim se çifti ishte përpjekur të hynte me forcë në shtëpi dhe ka konfirmuar se ata në fakt kishin përshtypjen se po hynin në një shtëpi që ishin punësuar për ta pastruar. Provat e mbledhura nuk mbështesin faktin se ka ndodhur një vjedhje banese, tha policia lokale. Hetimi për rastin është duke vazhduar pa arrestime me bashkëshortin e 32 vjeçares që kërkon drejtësi për vdekjen e saj. Për mua, ajo ishte dashuria e jetës time, ishte një grua e mirë dhe një nënë e mirë, tha ai për 32 vjeçaren që la pas 3 vajza të moshës, 17, 10 dhe 8 vjeç dhe një djalë që është gati 1 vjeç.